politik në atë qark, po si qytetar mbi gjitha i atij qyteti, të marrë fjalën dhe të bëj një ndërhyrje, do përpiqem të jem i shkurtër. Sigurisht është një diskutim e cila do të kërkonte kontributin e një numri gjithmonë më të madh ekspertësh në fusha të ndryshme, të cilët porti në mënyrë natyrale i mbledh së bashku, sepse është vërtet një nga çështjet më të mëdha, ashtu si tha zoti Berisha, një nga çështjet më të mëdha të një karakteri strategjik kombëtar për Shqipërinë. Sigurisht që mund trajtohet në aspekte më të vogla të saj gjithmonë të mëdha, siç është historia e korrupsionit apo shkatrimi i kapaciteteve ekonomike të tjera, por mbi të gjitha mbet një çështje me karakter strategjik kombëtar. Dhe me këto tryeza që Partia Demokratike po krijon, unë shpresoj shumë që po krijon njëra pas tjetrës, unë shpresoj shumë që të jap platformë dhe të ngacmoj gjithmonë më shumë debatin, diskutimin për këtë çështje. 30 vite më parë unë kam filluar karrierën time në një profesionale në një nga kompanitë shtetërore të suksesshme të asaj kohe në portin e Durrësit, dhe kam pas kënaqësinë që bashkë me mikun dhe kolegun që sot është këtu, ekspert i pavarur, që e njeh shumë mirë funksionimin e portit të Durrësit, zotin Doranina Galliu, kemi punuar në atë kohë në vitet 96-98, kohë kur flitesh me entuziazëm për korridorin 8. Për mundësitë e zhvillimit dhe bërjen rikthimin e Durrësit në një qytet, në një nyje strategjike të jashtëzakonshme. Vërtet në tekstet e historisë ose në tekstet e asaj që flitet gjatë viteve 80, flitet që Durrësi ishte një nyje transporti dhe nyje ekonomike, por gjithmonë brenda një vendi që ishte krejtësisht i mbyllur. Ndërkohë që ende sot diskutimi mund të jetë Durrësi ka lindur qyteti, ka prodhuar portin apo porti qytetin. Ajo që bin shumica dakord është porti qendrës. Ai port aty në atë zonë është ai që përcaktoi dhe zhvillimin e atij qyteti. Ai port dhe ai qytet, duke lidhur dhe me titullin e kësaj tryeze, si shpëtohet Durrësi, i strategjik për portin, ka ekzistuar kur Shqipëria nuk ekzistonte. Ka vendosur në hartë praktikisht Shqipërinë në 3000 vitet e fundit. Ka qenë, është dhe do të jetë, duhet jetë patjetër pika e kordonit ombelikal që lidh Shqipërinë me Oksidentin, me Perëndimin, por që gjithashtu lidh Perëndimin me lindjen. E tillë ka qenë, të tillë duhet ta mbajmë. Prandaj dhe ky shqetësim i madh që ne vëmë përpara opinionit publik lidhet pikërisht me këtë, si mund ta ruajmë këtë aset jashtëzakonshëm. Ashtu siç tha zoti Berisha, është aseti më i madh i vetëm në një dorë të vetme strategjik që ka ky vend. Jo më kot edhe të gjitha stërvitjet e mëdha ushtarake të NATO-s, Defender, që janë zhvilluar, e një nga pikat fillestare që kanë pikërisht në portin e Durrësit, sepse është një nyje jashtëzakonshme logjistike e aleancës. Sigurisht që unë thash duhet flasin ekspertët, unë do flas në një aspekt tjetër. Kam patur kënaqësinë që duke punuar bashkë me zotin Berisha kur ishte kryeminist, të shifje një zhvillim i cili pra mbasi ishte ndërprer, pra ato zhvillime me projeksione të mëdha rajonale, geostrategjike, që fillojnë me korridorin 8 dhe shkonin përtej, u ndërpren në vitin 97 për një kohë gjatë. Madje porti u bë, pothuajse ishte vështirë të zhvillohesh, u vendosën depozita naftit ndër të tjera të përcaktuara edhe për në një farmase për të bllokuar zhvillimin e portit të Durrësit. Me ardhjen në pushtet Partisë Demokratike në 2005 deri në vitin 2013, një nga gjërat që mundet që kuptohesh qartë ishte prioriteti dhënë për zhvillimin e portit të Durrësit. Unë do të nënvizoj një element specifik. Në vitin 2012, pra 100 vjetorin e Shqipërisë, e pavarësisë së Shqipërisë, ishin 5 trajektore të mëdha të cilët të gjitha konvergonin në portin e Durrësit. Korridori blu, i cili shkonte drejt Kroacisë, i cili ishte jo vetëm rrugë, por dhe hekurudh. Ishte rruga e Kombit, e cila ishte pa diskutim një arritje jashtëzakonshme, zoti Berisha e përmendi pak më herët, por gjithë ne jemi koshient çfarë është, përfshirë dhe edhe hekurudhën që do lidhte me Prishtinën. Rruga e Arbrit që projektohesh drejt Maqedonisë, korridori tjetër që shkon drejt Qafthanës dhe lidhte me Maqedoninë dhe më tutje edhe me Kakavien, me Greqinë, dhe korridori në jug drejt
drejt Kakavijës. Të gjitha këto në mënyrë krejt natyrale kthejnë Shqipërinë në pikën ku konvergonte gjithë interesi, jo vetëm i transportit, po dhe ekonomik, po dhe strategjik, të gjitha të konvergonin drejt Shqipërisë dhe drejt Portit Durrësit, duke bërë një nyje të jashtëzakonshme të padiskutueshme. Rruga e kombit bënte të mundur që edhe jugu i Serbisë të hapesh drejt Portit Durrësit, duke bërë kështu, duke lënë në hije praktikisht edhe portin e Selanikut, edhe portin e Tivarit, të cilët tashmë, me këtë që po ndodh mund të jenë praktikisht janë ato që do të marrin të gjithë të fluks. Mos harrojmë këtu edhe Tapin. Tapi ishte gjithashtu pjesë e një skeme të tillë e cila e përforconte të gjithë këtë grumbullim korridoresh të karaktereve të ndryshme drejt Durrësit, drejt Shqipërisë, drejt Bregdetit të Shqipërisë. Projekti që sot paraqitet dhe është në zhvillim, i portit të Durrësit, kthimit e tij në një marinë dhe ideja e zhvillimit të një porti tjetër që nuk dihet se kur do të zhvillohet, në fakt në vetvete ka ekspozuar jo vetëm aspektin jo thjesht korruptiv, por një babëzie të jashtëzakonshme e cila ka përcen dimensionin e korrupsionit. Por nga ana tjetër të ka treguar dhe çfarë lloj dobësie ka psuar Shqipëria dhe në aspekte tjera. Janë dy vendime gjykatës kushtetuese që kanë legjitimuar nën presion këtë aferë të jashtëzakonshme korruptive dhe kriminale. Por, duke patur parasysh që ky projekt kërkon 20 vite, pra në dokumentat zyrtar ligjor, zhvillimi i projektit për marinën e Durrësit është një projekt 20 vjeçar, ku në periudhën e ndërmjetme do të ketë një lloj stagnacioni, në mënyrën më natyrale porti Durrësit do të pushojë së ekzistuari. Ndërkohë nuk është ndërtuar porti tjetër, i cili në vlerësimet minimaliste flitet që është 1 miliard euro. Ekspertë tjerë flasin që kjo mund shkojë deri në 2 miliard euro. Mund të shtojmë dhe një element tjetër, i cili nuk llogaritet sot. Nga 500 hektarët e tokës të cilët do të përdoren për portin e ri të Durrësit që janë planifikuar, 100 janë pronë private, 100 hektarë janë pronë private. Dhe shteti ka parashikuar të shpronsohen me vetëm 5.5 euro, ndërkohë që gjykatat kanë vendosur që dëmshpërblimi duhet të bëhet në vlerën 115 euro për metër katror. Dhe këto 100 hektarë nuk do të kushtojnë më siç është parashikuar 5.5 milion euro, po 115 milion euro shtesë nga xhepat e shqiptarëve. Pra praktikisht ndërkohë që mbyllet një aset i jashtëzakonshëm strategjik për një kohë të gjatë, nuk do të ndërtohet kjo tjetra për shkak se buxheti i Shqipërisë është ai që është dhe nuk do ta prodhojë këtë. Para pak ditësh në një seancë parlamentare, drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha që porti koncensioni privat është vetëm ka 80% të pashfrytzuar të kapacitetit. Me këtë praktikisht po thoshte që porti i ri nuk do të bëhet për një kohë të gjatë. Pra, ekzistojnë kapacitete nuk është e nevojshme. Kështu që ajo që ne shohim është që ky projekt i cili ka 12.000 apartamente dhe diçka më shumë se 200 poste jahtesh, pra nuk ka raport për atë që thuhet dhe për atë që shitet, është një projekt, siç u tha më herët, një projekt riciklimi parash në sektorin e ndërtimit, praktikisht do të zhduk një nyje strategjike që në vetvete, pra jo vetëm aspektin e transportit të mallrave, po mbi gjitha të njerëzve. Nuk është vetëm do të jetë një nyje kurorore, një nyje transporti, do të jetë një motor ekonomik, një çështje strategjie, po mos harrojmë diçka tjetër. Shqipëria ka gjysmën e popullsisë së saj jashtë. Nga 4.700.000 shqiptar, më shumë se gjysma sot jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe porti Durrësit ishte pikërisht ai kordoni ombelikal që ka lidhur në mënyrë të rregullt gjatë gjithë këtyre 35 viteve shqiptarët që jetojnë këtu dhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe kjo do të zhduket edhe ky. Kputet edhe pikërisht edhe ky element lidhës, sepse nuk do të ketë më as terminalin e tragjeteve të pasagjerëve. Një nga elementet kryesor lidhës qytetit me perëndimin. E thënë e gjithë kjo, për ta përmbyllur të gjithë këtë. Pra jo vetëm që sot ne kemi një port i cili, porti Durrësit është ndër të tjera nuk është kapur më asnjë gram drogë, praktikisht sepse porti kontrollohet totalisht nga karteli më i madh i kokainës në rajon. Me të gjithë këtë që ndodh në këtë hapësirë kohore, ku porti i Durrësit do të atrofizohet dhe do të vdes në këto vite në vitet në vijim, nga ana tjetër nuk do të ketë një port të ri,
Ne do të jemi përpara një momenti ku të gjitha korridoret e transportit do të shpostohen drejt Selanikut dhe drejt Tivarit. Pra të gjithë të përfitim strategjik nuk do ta ketë më Shqipëria, do të kalojë diku tjetër. Mos harrojmë diçka. Përveç se do duhen mbi 10 vjet që të arrihet ndoshta në një moment ku të ketë një port që do të funksionojë siç mund të funksionojë sot porti i Durrësit, do duhen 3 deri në 5 vite tjera që të kompanitë e transporteve të rilidhin dhe njëri interesat dhe porti i Durrësit të rikthehet. Pra, po flasim për një 15 apo 20 vjeçare e cila është e vdekur dhe praktikisht e nxjerr Durrësin nga harta dhe nga ja heq peshën e gjeostrategjike që ka. E thënë kjo me pak fjalë, duke qenë se ne po flasim, po nënvizojmë që kjo është një interes i madh kombëtar, praktikisht jemi përpara një tradhtie kombëtare që ka vetëm një emër, që është emri Edi Ramës. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Bylykbashi. Jap fjalën zotit Agalleu si autor i veprave mbi çështjen e portit dhe ekspert i fushës. Shqipër duhet një mikrofon.